A jetut në i herë? Kur, nuk më di qka o tuta, a qka o plumi. Kur krisi lufta, tha non, tha më së më gje, tha se këmë sës jasta djakur. A një djoli jam ja pafshojrin, nuk dita qa me thonë. Thamë, u vrolla në sëvë gjulli, maj meri ushtor, edhe ma rëken brimen qikat. A më nesha mi mashtru smin, a më nesha mi mashtru veten. Dhe dha gazet për madho konë. Kur shkova kretë të kojtë, tha qka keni bre? Tha qysh qa keni? Tha këshin bro dhe na sufin. Mirë, po momenti më i vështirë që ka qenë për mua është kur mu ka plagu vllau na sufi, dikush pa shku nuk o bon. Për Kosovën tonë të lirë do të më shku dikush. Që na i kena dalë zot tokës, i kena dalë zot adheut, edhe jem krenar që i kam dhonë edhe dy vllaznin. Ka tha vllau, bimi orë me të këto për të kajt, se boni ja vetë një ndërë fitolit, ka me qenit në lëtë vodit. Edhe nga një vllazni, nga një shuk, më së leni shkon, më shkel kityk. Oner, isha djemt, po isha në gjami. Më nëna me hi, po nuk mëj. Që kë prind i 5 fëmijëve ka qenë. Fëmijët e tjera nuk din ku janë, as nonën s'din ku janë. Unë vetë jam arsimtar. Më ka dashur me marr armë e me mbrojt familjen mas pari familjen me mbrojt. Që 84 vjet ke pas luftën tonë, se njeri asë ku shoh nonan, as ku shoh bëtra, as ku shoh buka, as ku shoh fëmija, as ku shoh gjoja. Në kohën kur Kosova përballonte metët më të errta të historisë së saj, kur zjarri i luftës përhapej në çdo fshat, lindën burra që ngritën mbi veten dashurinë për vendin. Burra që u bën flijim për lirinë tonë. Nasufi nuk ishte thjesht një luftëtar. Ai ishte një zemër e pastër që rritej me sakrificave të familjes së tij dhe një krah i hekur të shokëve. Me uniformën e brigadës 111 Adem Jashari, ai hyri në rreshtat e historisë si një nga ata që nuk u përkulën kurrë. Nasufi e mbante amanetin e tokës së tij në shpirt. Liria nuk durohet, fitohet. Sot, ne jemi tek familja e Nasufit. Aty ku çdo dhomë, çdo rrugic, çdo kujtim flet për të. Fotot e tij, historitë që rrëfejnë prindërit dhe vëllezërit, të gjitha kujtojnë një djalë që rriti ëndrrën e lirisë dhe e përjetoi atë me guxim. Dashuria dhe mungesa e tij shihen kudo, dhe secili objekt duket sikur ruan një pjesë të shpirtit të tij. Nana Shefki e Goxhuli, që shje? Mirë. Që shpo kalan? Dej dikun. Nëse dinar me bisedu pak për pjesën e luftës. Po valla, mas pori, po të kalzoj për që të Nasufin, kur u ko 6 vjeç. I ka tho babgjyshit vetë, baba me, qa po kërstosën që ty, ka thonë e kanë rrëthue ta hermehen, mas pori. Dhe të, ani hajde shkojna një mëjna, po na shkem kur gjëndyrë, me gure gjujna. E para pik, e dyta pik, kur kon shkyllë të mesme, shaba Jashori që kanë rrëthue shpine, Jasharde, unol i ka pos këtë njerë u kanë thonë polica me një singjir edhe bëksin në qantë, e shqipënjen edhe kanë zonë shkijet. Kërë kanë zonë atë në Skenderaj, ka thonë ku përshkën, përshkën qështë. Nuk banë, edhe ja i gjolli ja i dekt. Edhe i ka thoni i Marines,
ku përshka në sëf, ka thonë dhe përshka të asartë, qështu. Edhe jenë shku, për nuk e kanë lënë me hi atje. Edhe u kësyje. Kur krisi lufta, tha nonë, tha mu së më gje, tha se këmë sësë jashtë djakur. A një djoli jam ja pa fshojrin, nuk dita që me thonë. Edhe dull. Qitë molin për s'kajt që e kem, ma lipi dhe armatim se armatimin ja ku mojt. Për dhe me thonë fyshek të këtu, që shkojnë për luft. Që fjole mi qetë filan moli, të moli vëgëli këna thonë që këni. Edhe, kur jëm dole atë, i ku morë këm shti dhe bëk, dhe vëtë zine, armatimin për fëndre këtë njëherë du që u kanë thonë, qonë këtonë, qonë për masë. Edhe, kur jëm dole atë, më kanë nolë, ka thonë qa ki atë, thashtë thmive për që i dhe bëk. E morë e këqyrën një ponë dhe vëtë zine, dhe kryp, dhe bëk. Edhe në sofi, ramesh shpirti post, i shkom as listit të mgue. Edhe ecen ata, më lanë, më shumë. Dur, tha non, pështëva, thash pështëva dhe thash për ecë, kap edhe ecë. Mësë në zonë. Edhe djoli e murë armatimin, edhe buken. Së dhe përmen kë hisni këtoti, edhe buken tonë e kena hongër. Edhe ja u kumë quve atë, kërë jena një nordë nga kanë mërësi për Shqipni, i ku morën e kretë për Cipër, 70 kusur vetjen konë, 6 sfiqe nga konë këtë të kejsive, e tënat. Edhe të ati Zenelit, që ko kamandon të i ushtrit tënë, për dhe me thonë, të të makërmolit, edhe thmine tina, edhe onesen, kër nga shkun të shilë, atë nga kanë morë, nga kanë gro. Edhe nga kanë qurë drejti nga shkun jeshenit, atë këna bujt një natë, edhe e kom pos djolit madhë, i dyti, o konë i lasdrun ndull, nuk u metke. Gjithun e mropa me ta, ty gro, qa me bo, edhe atë në ndënë shkiet, që atë e di vetën mas ngushte, që në sy me ma shkel djolin me tenë, 8 vjeti ka posë. I kum qu 2 durt për pjetë, e ka nollë tenë kënë sëtë më këqyra venë, është asfalti qonë, që e ka nollë tenë kënë vahazë, edhe nuk ma kanë shkel djolin. Tha pret nga fa se qëta zhvina atje u morën. O lojës këna prit me so krejt 2 yrë. E nona kanë dhirë, për ato i tjena të bu krejt familjarisht. Edhe i zati shpit, nese që kishëm një dhonër aty, e da nipa. A i nipin a med vëllandër se pestës, se rat ligë, mu dhe plokut në kratë të në med. Edhe da bërësyn për Shqipni. Kër nga dole atë në kofe, ma mërën qiken e 3 u konë. Shkemi mush dhe uj, do është një farë prëni u konë. A di që ka thëjnë prë? Nuk e la shkollë, e kopi për dëre, e shkuja ka mush sistema që që thëjnë, që të farë me uj, ja mushin një farë konte e ka qupë të konë. Kërkush nuk ka gëzëft me pia ta uj, për për piju në përpora, se jo i ka qitë zeher. Tha shë nuk bën ashtë. Tha shë të tërthi. Edhe
jena ka përsy. Kër na shku atje në kafe, u dol gjartë në qështu. U kon edhe e ka qitë kryt bara me mu, unë e falë shamat të kufinit, gjartë në, thotë është në thanë po më këqyrë. I roj milici për në reka që shtetëjnë. Ma të farë, i ro e këpute, thash pëse bre myte. A te tha gati të hangër, thash ja. Edhe e na hypa aty në kamiona na kanë qu në gjami. Aty tani u bane mantar të familjes shumë renë. Qashtu me një gjos nishëm për këta kanë, veç në loj me ka pak që nishëm. Kur thanë, u vrolla në sovga gjulli, maj meri ushtar, në brëtje civilisë. Edhe marrëkën brimen qikat. E reja, e dmesat, e nipat, për dhe thonë djollit, jenë koko gjatë mëdhej, marrëkën brimen. A më nesha mi mashtru smin, a më nesha mi mashtru veten. Vëlla gazet për madho konë. Gazet për madho konë. Ti humbjen e djallit e ke marrë vesh prej lojmeve. Prej lojmeve. Qiton. Na sufit. Na sufit. Që shunive në ato momente? Që atë momente univa, që shmi mashtru gjalltit, taj u shku për që tëk, u betuaj. Ka thonë, ja vdekje, ja liri. Edhe, ku më thonë nani djoli jem, e kësës, nuk të jam të të nëllë. Po, tani i kisha dhe dë, se njën i ke dek, ma heret të kanë bro. Tani nga për këta, sa ju deku rahatu. Qështë? Ti 4 djemi ke pas në 4 djem, e 6 qika. E ke thonë edhe 5.000 pas, krejt për këtë veni kisha thonë. Krejt tonë, qka ko moshkull që din, qka o pushka, qka o liria, këmë thonë, nuk i këmë nëllë. Nuk i këmë nëllë, këmë thonë grahni, qatë muni, se babgjyshe jëvë, qështu ka hjekë. Boba i, edhe babgjyshe dojve. Qa ditë që më ka lena sufi, e kanë morë, e kanë vesh, e kanë qitë paradush, e kanë që nëdë. E ka thonë, o batë me, se aja gruja këshive, me muë. Ta ka forë dhëtin i nëpë, sëtë mja, për mja vjerë pushken. Ka thotë, qërë ku kam. Edhe, u rret, qashtu nëse 6 vjetë që t'ka dhëva ma heret, u betuaj, sa të rëha. Dashnin për lirie dhe për atë dhe e ke po prej kur u kon i vogël. Pej kur u kon beshek, Djetë. djetë. Qyshe vrejshë non? A? Qyshe vrejsha dashnin atë vullnetin e tina dhe dashnin që e ka pas Dashni kisha se i dhëti, aj nuk ka ditë, veç me shkelëm. Me përkund. Qështë, ajo konë shumë i dhëti, atë aj me rejtë s'ka doshtë. Aj një fjollë të keqe mi fjollë dikosh, aj i me të kënë fetë. Pse? Qështu do të me shku, se jo që shpathalia. Gjithë ka pas qef me konë në kratë luftës, në kratë mi mojtë, për do me thonë atë dhevën e vetë. Non, ti ma tregove mu një rast, që kur shkojsh në gjami, i shed jemt. I shed jemt. Onër. I shed jemt, po i shed në gjami.
Më nëna me hi, po nuk mëj. E kam djallin e mijës se ka kry fakultetin për hëgjë në Mekë. Edhe pives, e krem e ko emnin, e krem avdiju. Thash e krem, thash që shtë pejsa djemë tonër, po mu avyte ta nuk po mëj. Thash qysh fejse, thash fejsa në gjami. Thash drit, e dyqysh jeshia i Varveni, shumë. Tha, oj mëtër, tha nuk je dek, tha për që ata tha nuk mën hin aty. Edhe, mo nuk i kumpo, mo nuk i kumpo nërë. Edhe kur t'isha që shkan luë, për me tëpe që shka luë, me qabane që Atë ka met marak me i thonë diçka që s'ja ke thonë djemve kur. Vallahi, më ka met marak për kur gjoheq, veç mu ruë pë, i kumë thonë ruë sa të munesh, më zbërë ndurë tyne, ka thonë për sa t'jam i gjallë ndurë tyne s'ka me ra. Dhe për që deth, lujnë me mu. Dashnia për atë dhej u konë shumë e madhe. Shumë e madhe. Shumë e madhe. A ke menu najherë që ka me orë që ke liri, në kohën e luftës, kur keni nejtë në Shqipni, a ke menu që ka me orë që ke ditë? Ku menu se baba jem, u konë që sa lufte që shtë, e tregimin e tina e kom për cilë. Se unë e jumë rrit nëd babgjyshit temë. Jo në shpe, të thmija, se 45 rëbë o ko familja jeme. 2 vllazni, 3 vllazni në konë. Një e kanë mytë, këtë nërë ose në cubat e molit, asë qyshe në konë nuk di. Edhe 2 babgjyshit jeme edhe një mitë gjibostem, më kanë mojtë nëd dhe e më rritë, edhe që më kanë fëllë tani për që i morë i martu. Dhe u deke u shku mi gjaj bostem, o orë, ma shumë se bova jem. A menon që e vlerësojnë atë që liri që e kemë sot? Qa i kishe thonë gjeneratave treja që se kanë përjetu luftën? Qa i kishe kallëzu diçka prej përjetimeve tua? Kisha thonë, mi ju lutë zëtit, e që atyne që e ndek, isha olla për gjenet, e mësë mja u prish hjekën e tyne, po me o mojtë në men, historinë e tyne, me që na ka kallëzue për shemull babgjyshja, gjyshja, mëtra, holla, vllava, e mësë me harrue. Po me mojtë në men hjekat e tyne, edhe me doshë që shëjnë, mësë me fëllë keqë për njoni tjetrin. Që aty jam mas fërti, me mujtë vllazni loku, muen, e me kallëzu historiat e gjithkush dvetat, e mësë mi harrua gjenerata, sa se ka përjetue. Nuk për di qysh me thonë. E the shumë mirë, faleminderit shumë. Vaca Hysen, që shemon men ditën, kur djemt e kanë vesh uniformen e UÇK-s. Qysh, po e moj men se djemt e mi kanë vesh Ma të parë, po do. tonë 3 me orë me në konë. Pej Gjermënije, si orë Muhameti me orë me në bërë. Thash, po bëllë këta, që edhe kë në sufi, po këtë edhe kë i sufi, se janë në sufi, kë edhe kë, dhe i kemi morë ormen, po të kur na tha, unë me që traktor mu sham ju largua ne ane, bëllë të ata 3 i kanë morë ormen. Muhameti, e Bali, edhe në sufi, Balia, 3 këta. 3.
Kom vesh se s'kom dash me kon tradhtar i popullit tem. Ky më ka thonë mua më ka ardhur dita me dek. Ai, po që ky. Na su. Po, ka ardhur dita me dek për qëtë popull. Që 20 e sa vjet, më shmja me anë gjitë e anën e shkollës. Elena Gjika, ato se moj men kur unë gjia të kohë e tonë, që ka buma. Baca, Hysen, që shon djeve ti, A? që shon nive ti, që shon djeve, që shon nive veten, kur djem të vendosen me ju bashku shtrisë qlirimtare të Kosovës. Po jam kon i knoqën, që pa duen se na këshin, a i shorë të kishën zonë, qysh i ka vro atje, që ashtu ta kishë bon edhe këtu. E më shkujtoj se ky ka, me kon po nese, se ja herë demon ku me kon këtu, të kishë ka dhu e tjetëri ushtore, tjetëri, të kishë ka dhu që ka bon, ky nuk u vesh badi hova. Baca Hysen, Ha. qysh e kujtën i Sufin edhe na Sufin? Qysh i mon men? Qka mon men prej djemve? Moj men, Qfar djem janë ko? qfar djemsh? Djemta, morë me tonë se shpia jam, veç mirë ka punu gjithë si djoli, si boben ma kanë burgosi, veç si ka thonë skeneraj. Ka thonë nuk o këtu skeneraj, po është, ka thonë skeneraj është, edhe plus është Shqipni, se jo veç skeneraj. Ka thonë këtu është Serbic nuk ko këtu veç skeneraj, edhe thunë. E kanë qunë në burg 3 muaj ditë, kanë etë Mitrovic në burg. Po, bova janë. E ta është ju, mes me mbohë e sopë, kur gjonë, mes me në gjitë anë në një shkollë, anë që qkofi. Që ata nuk më mëjtë tash asë me folë. Se kë i pori gjithë kunë. Kretë ushtria e në gjuhën e kanë folë për tonë. Na ka pështu, zdi sa vena, na ka pështu, ja ka grabit për pa na gjuhë ata. Në likofë që atje. Kur u vro orë pej, atje që kun të këshore, për të këshore, pej këshore, se pa harrej me të gjekut. Fanini ke bo 80 vjetë. Pej këshore që i ka quë 2 oficira, i ka quë atje, nalë këtu, nalë jo, du me shku se, kom qef me shku atje se me dit ata, me po ata shukët e mija, se pej këshore kurorë, që të se në shpita me ka nejtë ushtria, që ku ka nejtë këmë ta, Muhammed, ja gjoli, kanë hongër buke, kanë nejtë e mirë. Që tu tani, kur kanë bërtit në malë do, një i velegjve, edhe 2 velegjve jënë kumë edhe një tjetër, kur kanë bërtit aty, jënë dollë për shpis ta me këtonë, jënë kumë 30 ushtorë, që kanë nejtë, kanë hongër bashkë. E këtë tani i pori atje, ja u ka grabit. Veç ata i kanë mbro pak pa ngo këta, pa aty jenë mbro 2. Po. Ti menusen edhe me vojzat keni qenë Shqipni. Në Shqipni një kokër e keni morë Me vesh. krejt rëp të gëgjullve. I meri u kojnë plagun që të këshi, e mes ti kena pos pej boksi, e pej pëlloci, e pej ane, krejt mes të gëgjullve, e kumë qit atje. I meri në këna qurë te një shanic, pej tushide, një shanic, e këna qurë me këllis, edhe ane e tani në kanë, një shanic në kanë dynet këna bujt, jënorë në kanë rëthue. Me 3 kamiona në kanë ngarkue, në kanë qurë të atje... Kufit Shqipni. Po, ja, pak, që jo kjo parë... Aty ndonë në kanë.
Ju e keni marrë vesh prej lajmeve, prej televizorit. Po, pe televizori, kur u vrok. Isufi? Po, Isufi vrok kur im kon këtu. 98-ën, Po, këtu, keni qenë po. këtu. A ky u vrok kur im kon në Shqipni, Po, nëse. që kom na 3 muaj e 2-3 javë, a më qështu? Se aja ma i men, unë ma për, atjetën që kur i ngaj shumë lojmet, na qka i shumë Shqipni që i buj shumë, se unë se kam ru venin kur veç, kum najtë në Krumën, hajdu që aty në Krumë, po, në gjami. Shka i shumë i ngaj shumë lojmet, une në sheher dhe me thonë, a kje shkoj kene për të shpijat hovlava aty nga të gjaminjë që jenë konë, me dhe ploka rrike, kjo kish pas ninja aty që aty plokat. Unë një jeva poshtë, ata ku më qyrën tonë, kur ma netën zonën, aty që më gjoshin mua, në sëpë gëgjulli, që fëllja, më stafë mu që babaloku i Haradin. Ajta në shë, kur shkova kretë të kojtë, rap të gëgjullve, bija tëna, qakëna po smeq, që e këmë po shumë, të i kojtë. Thash, qka keni bre? Thash, kjo ma bonë. Thash, qysh qa keni? Thash, këshin bro dhe na sufin. Po. Thash, jo, këshin plagu. Thash, na i ngumë lojmet. Me thonë, që asë edhe unë i nguva, asë kretë të kojtë vëlla tonë. Me shte qikat të qelë, kom poshë me sminje, me reja, ku me shëtja Muhametit, me djem gjallit ma Muhammet e ko emnin. Baca Hysen, unë e di që ke thonë edhe 5 djemi pas, kretja kisha folë Kosovës. Po, vëlloj, për tonë, edhe kretë, edhe vetë, më kam jetë zhigë me pos orme me asi, po u dëvë këti kush, po dëvë këti kush me dhe sminje, grove, arabe, po të dhimë shina ata. Se më të shilji, ku më dalë për para, ja ku më qelë shtekin, se dëshin me mërthyje një gardë me metë në thera, aty e më ka shtyje me atë orë me ajë, shkohë. Edhe këto më ka shtyje, të shilji. Baca Hysen, e di që u konë dhimt shumë e madhe. Po a ke pos edhe krenarin, se Isufi edhe Nasufi edhe krejt dëshmurt kanë dek për me jetu për gjithmonë. Po veç, une në shtap nuk o mirë që apë du me fëllë. Se une mu tut, se më kanë zonë 5 herë, mu tut kur shkom ditë. Një shanisëm, kur u bu masokra i Zvitës, na jena kun një shanisë. Nesët sabah na dullin e na rrethun një shanisë, e më qitën aty. Tha për tu i pori më zirgë, tha për tutësh, shëp. Thash vallohaj mu tu zdi, tha, qërë ku morë më në thatë vroj, thash, qëri thash të zirgë, thash. Kretë plesje, ploka, thminje, thash, se unë mu tut nuk di. Thash me pas posë orë me unë, që ti, nuk ishëm zatet që ka shngatë. Bale, që shikujton momentet kur ju keni bashku ushtrisë qlerimtare të Kosovës? Momentin kur ju kemi bashku ushtrisë qlerimtare të Kosovës, janë konë momente shumë, krenaria që për mund është me dhonë një kontribut për vendin tuaj, për vendin tim shemull, edhe kur i kom pa disa nga, për thëmë tash bashkëfshatarët e mi, bashkëluftetarët e mi, që kanë qenë ma herët se one, kështu që në korrekt 98-ës, dikur me 17 korrekt, kena depertu kufinin shqiptar, duke u kthyer prej Shqipërije Maramatem, ato kemi ra dhe në prit. Kemi bu një luftim bukur të mirë, kemi pas humbje edhe nga una e jonë, po edhe nga una e armikut, kështu që një vetën mirë dhe një vetën krenar që kom pas mundësi me kontribu për vendin tim.
Një prej momenteve tua më të vështira që kujton gjatë kohës luftës është kur keni rënë prit, domethënë kufirin shqiptar. Momentin më të vështirë që kom pasur gjatë ramjes në prit në kufirin shqiptar mua të Rosa e Zogut, ashtu quajtur vendi, Rosa e Zogut. Kemi rënë prit edhe na kanë plagos dikun më thonë ja 200 vjet janë kanë plagosur ato, dikush më shumë, dikush më pak plagosur. Kështu që në ato momente kom pas mundësinë me ju ndihmu 2 persona, njëri ka qenë dorë, njëri ka qenë kom. Me qenë se edhe vetim kom pak i plagosur, po s'kom ku më ditë sa, se më kom më shumë plagë vogël. Kështu që kom pas mundësinë një shumë krenar që kom mujt me qitu në pjesën prap të Shqipërisë anenaj, edhe janë ardhën ushtria e kanë marrën me helikopter ushtria e Shqipërisë. Edhe i kanë qunë në Tiranë për shërim ata 2 persona, ka pas shumë, për që ata 2 që unë i kom tërhjek, i kemi qitet, ju thëshin testanët në atë pjesën e Shqipërisë, prap, se u luftimit në kotash pra, në 2 ora 2 mes natës, kështu që ka qenë një luftim bukur i mirë po edhe një vetën krenar se vetë ka pas edhe armiku humbjet mdoja. Edhe qështu. Keni ndjenë e herë frikë gjatë? Frika gjatë luftës u konën që shme thonë tash në fillimin e parë, mirë po tash gjatë mujeve të bëshër edhe një lloj prevoje, frika ka up kretë, do më frikë s'ka pas mo. Ato veç për para, asë mrapa s'ka pas më këtyje, sepse më këtyje mrapa e njëse vetën të ligë. Pavarësisht armatimit që kemi pasur, jo ku më ditë sa armatim të fort, mirë po me qëta që e kishëm, i bëjshëm armiku të ball, edhe me një vetën krenar, edhe e një vetën shumë krenar që ku mujt me ju bashkan gjithë ati grupi për 1400 vetës, supozojmë që tu parafërsisht, që ka qenë grupi më i madh, që ka kalu kufirin shqiptar me armatim për të dalur ndihmë bashkëtetarëve tonë të në Kosovë kundër armikut serb, që ka qenë me shekuj të tërë. Po Salta, a kujtoj një moment kur kthehesh pas në kohë, edhe cili ka qenë momenti ma e kom fjallën që ke pas mas shumë t'i frikë, që tu ka dridh në shtatë trupi edhe këton, a kena me adorë? Frika o konën për nuk, frikë shtu s'ka pas datë aspekti frikë më të për armikut serb, sepse kemi ditë që ata janë shumë të ligë për pas që kanë pas një armatim bukur të mirë, po të kishëm në armatimin e tyne. Diktina në Beograd i kishëm njek edhe domethënë nuk ka pasën, që ata janë konën shumë të udza, mirë po momenti më i vështirë që ka qenë për mua është kur mu ka plagu vllau na Sufi, këtu si që quajmë në të Luga e Vat, janë konën 2 persona të lidhën që i kanë zonën, në konë të hongër bukata, i kanë zonë. Njën i konë në ushtar i ushtrisë lindëtarë të Kosovës, dhe njën i konë civil, të fshatit Pollush Lagja Veliu. Kështu që aty kur ka bërtit ata, kena nga na Sufi i pari ka nga, unë me vllaun Mahmetin, Demiri, mës të hitash me ram një cikë, se të gjithë bashkëtetarët të në që kanë qenë aty, kanë ardhë, dikush ba prepara, dikush u shila mujt me nga dhe, thamë shka u mu, shka po rejët dikush ato, asë e ka prej me që jenë hi ato shkjet. Serbet, kështu që kemi nga ato, kur kemi nga, na kanë gjujtën edhe neve, ato dhe u plagu të një na Sufi, një 2 okfire ka shkrep, në ta, se ajo vesh u afru nga ty në fort, ta një në kitë pjesën kënjëna me mitre lezë, dhe i thira këta tjertë bashkëtetarët, ka të lagjës tonë, i thira hajde një mëna se qështu na kanë hi shkjet njënaj, kanë nga tanë edhe këta tonë kanë ardhë, dikush më herë, dikush më vënë, edhe ja këna nëzo pritën, këna bu një luftim dikun një 15 minuta, 20 minuta, prafërsisht, se s'mu e di u kënë aksham, më kënë ora 5 e gjys 6 mramje, dikush 7 e gjys që të rejke, ato kemi bu një luftim bukur të mirë, kemi pas humbje të armikut ka pas humbje bukur të mira, sepse kanë bërtit, shumë kanë bërtit, po më u shajshin në gjuhën e tyre, se s'mëshin u shajshin,
Edhe tani masanin e kena këshyra të ka pas zhak shumë, me qenë se tani na Sufit dhe veç ja dha ndihmën e parë, e marrë me qumë për tërdevc, Mahameti vllau e merë edhe do bashkëluftetar tjerë, e morën në qesi një kërë me kual, edhe afrojnë ditë e spitalin tërdevc aty, po të nesërtin, do më të nesërtit, kanë hinë edhe në tërdevc shkijet, aty forcat serbe, edhe i kanë thonën vllaut Muhametit, i ka thonë vllaut na Sufi, na me shpirti i poshtë, si sot po më kujtohet po i thet. Vllau thet lem ja me këtu se nëse hin forcat serbe këtu në çat të hin mëna këtu në i rrezaj, do më i vras. E kështu që i ka thonë me sileti fëmijë tima se se di çu i vjen sopi, çu është kuha. Kështu që lema muar me qytu edhe del, ka thonë jo nuk lonë vetën, vllau Muhameti ka thonë nuk lonë vetën, në qëfë është nevoja, edhe unë kam më vra qytu bashkë me tyje, e nuk lonë vetën, tani kanë jenë kohë da bashkë të torë tjera, ato tani kanë marrë dhe kanë desht me që për Berish. Atje konë spitali Divljakës, mirë po e kanë thirrën Fadil Bekën, doktor Fadil Bekën, i cilin shumë edhe e përshëndes shumë, se ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm për ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Mirë, po në atë moment ai i kanë thonë hajde nketon, ai u dridh për më dal, morë kontrdevc. Ta veç që kanë morë, kanë qitë me një kërë me koli, edhe kanë qu dera ofër dikon Berishës. Tani kanë morë, kanë qitë pe atuet me një gjep. Edhe qysh thujnë vllau që thet, Muhameti, s'kam qenë atu, edhe e qënë për Divljak atje, në spitalin e Divljakës, aty edhe kanë që takuot edhe me motrën, e motra i ka pas 2 vajzat të plagunë në Likovce, martunë në Likovce e motra, aty 2 mesat jenë konë të plagunë në kam, e takuot të në aty me atë motrën, dhe qa bun për vlo, dhe ta plagua, dhe të po edhe plagu, dhe të në, adin ata e shkemben disa fjallë në dërmjet vetit, edhe gjatë që aty në detve dhe më hëtë netë, për bjënt neset be thonë, na Sufi ndrën jetë, pranë vllaut Muhametit dhe motrës Aishës, edhe mesav të tina kosovares dhe ardianes. Kështu që ndëgjova unë përmes bashkëluftetarëve të tij të njësisë speciale se ka qenë në brigadën 111 Adem Jashari, edhe shkojnë me vetën se s'kishëm në radiolidhje, veç ata kishin adin, edhe shkojnë veç se qaj ka punët. Gaboj një kolegi tina, një bashkëluftetare tina, po thët ta allaj na Sufi na kalon. Edhe e ka këqyrë një kolegi veti, i ka thonë në qysh i kalzove. Thët, ja, ma mirë me kalzu qitash, thët së ma bënë. Thash, qëre, thash një morë me ditë që ka më bënë, si është ma mirë, si unë ka ndru jetë, vetëm të di, po du me ditë. Tha ja, Allah na kalon, na Sufi, zotë të lash nërshë më ngështlunë, ata shokët e tina. Nëse që tu tani, më da mërzia e desene. Po mire, e mbajta vetën prap, sepse prap e disa që ka më dalë në istikome, ka më dalë prap në luftime, kështu që, po, në të momente vallaj, ka pas shumë dhimbje, mirë po, qa të bësh, jeta është e tillë, dikush pa shku nuk o bon. Për Kosovën të në të lirë do të me shku dikush. Mirë po ai theke gjysh qysh kur u shku mu armatos, kur nuk e harraj, i pata në atëre dinorin konën të Serbijës, kishëm edhe markat gjermane, po i kisha dikon 2-3 marka atëre kushteshin di por patika. Tha ame që të marka tha se ku të kthejnë atë dhonë, tha se du mi blej por patika se s'uem bashku shtu na ponga. Tha në Olqen. Edhe ja dhash ato 2-3 marka i bleti por patika, edhe unes për Olqen me shku mu armatos atje tani, përmes Olqinit me dalë qitmi mu armatos edhe mu këthy prap. Shkoj aty, najti një javë ditë i boni pak fare sa më dalë në tonë, tani mi pagun një arninje, me qenë se qasaj rrugë ka dalë lajnë atë kam dalë edhe vetë, për ka jem dalë qitmi. Mirë, po ka jem këthy për me bashkëluftetarë tjerë. Aty, do me thonën në Sufi, ka shku ka dalë në qitmi u armatos edhe u këthy. Kër u këthy, i thym,
atëherë kemi thonë megje, tash ju thëjmë të trafa, pishë 3 vetë në uniformë, po vinë, edhe me thonë drejtën vallajnë, thash, po vinë dë ushtarë, milicë, serbë, se së dëkshin mirë, për ka gjatë një distancë diku 5-6 metra. Thash, qafa dhe ka redin, se i të bëjsh i norme të që se farsenesh. Se pe i fillimin asu i ka qenë i kyqën. Kur të afru që pishë la sufën. Hajde vla, pishë tani edhe një kunat një motës halitin. Njashtë edhe besimin, kushëri i halitit. Edhe i kapa për qafe, u gëzova kur i pash, thashrishi që i këdi orë mirë, që të tani gjojte një 2 herë për pjetë, se kemi pas si zakon, kur të vim për kufirit, me gju për pjetë që këna ndarsëm. Edhe ma shkurt, kur u ktheva tani unë, tash po dalë të unë, kur u kthym prej Shqipërisë, erdha në Likës. Kur erdha në Likës, ato dush kemi shënu dhe emna për me ditë që kush është ushtara, sa këtë një prunë, do në ma them kush kesh tepër, kush kesh ma pak mja dhe dhe mu kombinu pak a shumë. Aty më ka mërthyvoj, kur në thminja kom kajt, sepse na ranë disa nga shokë të unë, na vrajten disa, na plegun disa, kom kajt të nëshedhe se isha mërzit 3 javë që kisha në Shqipni. Edhe në ka ardhë një kushëri i parë, që thujmë na kushërit parë, Bajrami me kerë, e në ka morë për Likut që në ka pru këtë, mu e Mustafën, Zëmiri, Indjeri, ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe ajo kom me një kerë, i ka morë faikun e Sahitin, e Muslin, natë ku, do më thonë, kanë pru këtë në shpe, kër në ardhë, i na shku, mas pari më shku në shpinë e Mustafës, gjallë të migjes që e kam, edhe atë orë, tani që këj stufi, na me shpirë të pas të ka kapë orë me në temë, tha vla, si e ka orë në shë mirë, tha du ma gju për pjetë, tash, gju i shatë më unë, tash se, tash armatim kena bu balë, edhe s'ka që ka me libë më këtu shkave. Në gjanë atë momentet, po edhe të krenarisë, po edhe dhimbje, me cila ta, jeta e kështu, një më metë, po duke me jetue. Ku e gjojshit forcën në momente, ku bazojshit? Me Forcë. të vra, me të djeg, me pa, loj masakra, loj vrasje, loj Forcat. gjithë shka. Forcën e gjojshëm, se edhe, me thonë drejtën forcën e këna morë gjithë nga komandon të legjendar Adem Jashari, sepse komandon të legjendar Adem Jashari ka dhënë familjen komplet, edhe në atë kuptime që ka dhënë një familje komplet, e marrë shumë forcën na, e marrë shumë forcën. Nuk e di as qysh na vika e forca, e fuqi, nuk e di shumë më tut. Po tash kur kthesha në tjetër non, tash për shembull nga una e familjes tem, do më thonë baba i babgjyshit tem, stërgjyshi që i bjen, e ka vurën Gradicë, që ka luftuar në vitet 1904 të kohët, dykun mos po gaboj me vite se më me gabu, me vitet luftën e Shabanit, e ka pasën qysh ka kallzu babgjyshi dhe baba, që ka vurën Gradicë. Tash po dalë të familja jam që këna pasën bes pas brezi, këna pasën ku më mburë dhe ku me morat krenarinat, atë dashurinë të gjitha ato, me qenë se dhe të dajt, babgjyshi, baba i nonës, ka qenë në luftën e partizanit atëherë, kallxeke dhe kja këna morë me orë me ty në i këna vrarë na kallxeke që do të me pas një tro kryp me veti dhe kënë gjep për shkak që unë të uheshe ham pa kryp, e pinë do uj edhe t'jeket tuntit, unë gjithëherë kom pas një kese me kryp me veti, kështu që kemi pasën edhe Dan Deroci, nuk unë një pej patriotat të mëdhej, që ka dhonë jehun qysh para luftës tonë, në të luftën e përpashme që ka pas, e kanë pas Carnagart, e kanë pas Italianët, e kanë pas tek mas mëmë, e kanë pas Serbet, po s'ka mujtë me mbajt kërkosh Kosovën, sepse u ka një vend që nuk i ka taku atyre, edhe një tokë që soshtet e jotja s'mun, aja tokë të largon, vetë tokë të largon.
Kështu që na i kena dalë zot tokës, i kena dalë zot adheut, vatanit, edhe jem krenar që i kam dhënë edhe 2 vllaznin, që kam qenë edhe vetë i treti ushtar Muhameti unë edhe Nasufi. Po jam krenar edhe për luftën që kemi bën për Kosovën e lirë sot. Mirë po, jeta ka kështu, duhet të vazhdohet. Pale, në mbijat e para të frontit e kanë me 3 vëllezërit e tu. Muhametin, Isufin edhe Nasufin. Po. Që shim bon mend ato momente? Unë e di që prindrit janë kanë shumë krenarë që jo po i dilni zot venit juj, edhe kanë thonë, çka të kanë thonë prindrit, çka mon mend prej nanës edhe prej babës në ato momente? Prej nanës edhe prej babës, ka shumë që na kanë thonë, po një që më kanë thonë më shumë po nuk ka, për shembull nanas babë që thët shka vraje birjem që të po, thët birjem lufto, po mbroje edhe ruje veten. Një luftë që bëhet, luftë gojërile se s'kemi bëna luftë të përafërt, se s'kemi bëna lufta me kilometra, po na kemi bëna luftra 10, 15, 20, 30 metra, luftë gojërile, që shtojnë dham për dham. Na me ka thonë, djali jam luftë, ruju dhe shokët me si levetën. Vllaznit me si levetën, shkoni bashk, jeni më të fortë. Gjithmonë jeni më të fortë kur jeni bashk. Edhe në ato momente gjithherë më ka rënë në mend fjala e nanës. Baba ka thonë, djali jam, inshallah veç pak i keni ga babgjyshit temi në këtë rast i bjen që e potë Allah për stërgjyshin dhe do t'ja dilni. Mirë po, fati deshti, Muhameti edhe one sot jetojmë, kemi familjen, kemi fëmin. I kemi bon një familje, është familje shumë e gjanër prap, edhe unë kam djalin me emrin e vllaut Nasufit, që tash shërben në forcën e sigurisë të Kosovës, që jam shumë, kam shumë emocione, që jam shumë mirë njohës, që i shërben prap, edhe brezi i ri, Nasufi i ri, që i shërben forcës e sigurisë të Kosovës. Një ata, edhe vetë kam qenë në trupat mbrojtëse të Kosovës, pej masi që kry lufta që u bon demilitarizimi e UÇK-s në TMK, deri në korrikin, deri me 17 korrik 2002 kam qenë në trupat mbrojtëse të Kosovës. Isha duke u kthyer nga puna në trupat mbrojtëse të Kosovës, du me sik edhe këtë storje. Na kur vi këtu, të orë rrugës atër kom, se s'ke shumë as vetura, s'ke shumë as peshona, këshin pas rreth ku këfuri franqez, edhe ishin konë një pjesë rës franqez, edhe i të bëjshin armatimin, kërë në nëzonshin armatim, kur vi, mi mërën tani, më nëshin mësë me mlo marë mu, kënë, thash ushtar ti ushtarën, shka i ka dënë ti, ajo ardhë më na një mua, ajo ardhë më na pengue. Po jo s'ba më hi se janë të kontroluan e kënjene, edhe në tani qashtu si veta, heq edhe hina, qysh me thonë si me zëllë. I deportua se i këshin, post bluqet i këshin qitë pak ma herë se të marën në katun. Edhe deportua erdha, kur erdha që me poj, këshin halakot mërna, me shpia, këshin lon vena pa halakot. Dhe që edhe uniforme të me kësë ma këshin pas marën, armën e Nasufit e kanë marën, pansirin i kanë marën, ato që kanë dëshu që me s'milon popull, gjesi me s'milon popull të se këtu armatimin e. Mirë po, ka qenë një periudhë shumë e vështirë, edhe në bas luftës, deri dikun 2004-2005, shumë periudhë e vështirë, sepse s'kishëm edhe të ardhna, më di sa, mirë po ja dollëm edhe i morëm komt, si gjithë populli shqiptar që i ka morë komt edhe sot jem ku jem.
Ti mund të regove që na Sufi ka shku ka punu në Ulqen në Ulqen. për me ble armën. Për me ble orve. Kur u shku në Ulqen, atje me punu në krypyre. Edhe kom thonë, nashta habitet e rënejde që aty ka përce lufta e nuk veshët. Të nona mo që me nën për e vlad. Kur u shku atje, tha non, tha kum rri, tha atje, tha dhe për këthehem. Kur u konë lufta e modhe në Këshore, aty që shumë ka kalzubu, tha therë gjujshin dheu në mlejke, edhe që këna qkyq luftës. Edhe orë, kur orë, erdi dheshte i mathë, tesha zeza, i shkru një si speciale, tigrat e zi, Po. brigada 111, edhe i gjetë këta djemët e mije, vlazni lokun, krejtë që ke farë rëthine, o këna postë 10 metra, një sablën i madhë, o konë e 5 metra e gjonë, krejtë një dhenë. Kanë hangër kaftjallë, i kanë zonë 2.000 kësive që ka edhe një plak, shkijet. Edhe kanë i brimen 2 të përdhuzët, i këshin pas lidh njonin për lise, njoni ju ka ikë. Ato për lise e këshin vra. Aj që u ikë, u bashkan gjitë me këta djemët e tynë. Edhe që shkan kalzu djemët, a i tha ma shumë duru shku se jenë me kom, të i bo soltat, se ka pas marak i këqër ke filmat, a i nuk ka ditë më tut, edhe aty luft e modhe u bon, u plague. Edhe jenika ta shkit, jenet, ase, jenë orë një i, për arra jam një vëllaj, ka i Bezeniqet, e ka marrë me kërë dhe ka quë në Tërdes, në spital. Aty ka thonë Muhametit vllaut vetë, Jolit, ka thonë vlau, bimi orë me të këtu për të kajtë, se boni a vetë një ndërë spitalit, ka me qinit në Lëdvallit. Edhe nga një vlazni, nga një shëk, më së leni shkonë, më shkel kityk. Edhe i shkëndek. 2 qikat e qiket. Atë jenorë Shqipni i kanë marrë, se i kom pas me veti atje. I kanë marrë, i kanë qu. Pe arra jam një ati qyteti. Në Francë. Francë, për. Sët qikat gjodhjen. E kanë po kur u dek. Edhe tha me qatë fjollë, tha që tha, nga një shë, nga një vlazni, më se leni shkonë, më shkel këtë për u loha manet, tha, vesh edhe herë ka ngri për pjetë, tha dhe u dek. Fjalla e fundit. Fjalla e fundit. E Edhe nga tani, amaneti i fundit. kur merë haberi, valla tje, se me rejtë e harrëva djallin, këndaj gjodhe, qikat, unë është qika shumë, Po. e rejnë me 3.000, brime atyne e të merona tuhen, qysh me i mashtru. Ajo deke o shku, thashe ju më të ne beni deken këtu pa plëm. Edhe nese ja vyta qikat nga dvete, me herës vëlloj se dhja nestrat mas nestrat jena mërthyje, nuk kena nejtë më në Shqipni, jena këty. E një Milajem Kastrati u quj ke Shqipni, që dënë, tha të jepi
t'i veshi qikat, njënën e kisha 18 vjeç, njënën vëllai dikon 15-16, nuk i ka pas. Se te për javë jepi se ajo konë oficeri ushtrisë Shqipërisë. Sa që dënë, thash ja. Thash Armatin gjoj atje bëllë. Edhe na ka përcjell, na ka pagu kamionin, e na kanë prunë. Kur i na ardhë ka, kësëv, për tash pas në harrue. Nana Shefki, ti kësoj Kosove, kësoj Tuke, ja ke dhonë 2 djemë. 2 djemë. Më the mu ka ndhim bëllë, po s'jam pishman. S'jam pishman. Ju. Ju se e kanë lypë vetë, edhe dëna me dorë vatonin tënë dhëtë, se babgjyshin e ka knu kongen, qërë në gjyshin në rodhat vodlit, që jam të gjyshin rrugë të molit. Të knue kong smive në rjargan, kërën kodë vëgël. E ata pej, ta trëha, babgjyshi vetë i ka i diku për me konë. Atë dhe dashës. Me 14 tetor, 1998, është vro Isufi. Isufi. E mojnë men, kër më ka dalë për shpije, u vro me një këshërit vetën qëtë. Edhe e kanë morë e kanë mshef. Kër e kanë mshef, unë shkesha në për policie, në për sanitat policis, me lyp, në mujë ditë se këna gjithë. Edhe shku me plokën Skënderaj, atë, tha unë e fëlli me ata dveçan atje. Tha lidhja durt, se unë e masha vesh shapathet, cervesh, tha dhe bimi. Ky tha ju, unë tha jë. Tha ti hajt. Tha shone në pas vozit i kësme, tha shka me shkue. Edhe kur shkëva atje, e kum harru bumen, në gjep citrët. Qa të pështëva në Skënderaj, nuk më hadha katen. Kallëzëna dhe kur ta ka dhonë na Sufi qatë bume, a mon men? Ta ka dhonë bumen, veç ta ka dhonë bumen veç na ma ka dhonë të qilën kur me buk, që më kanë dhonë milicia që të në qitë molin që të, edhe unë e buk, vëtë dhine bumet e fëshekt, 3 paqeta fëshekt, ka dhe cëpa në paqet, funcionte. Edhe për e thamë, buk kam për thmi. Kur pështëva atë, ecën policia, shkun uvët vetë, djoli dull. Tha non pështëva, thash pështëva. Tha merre sa qito, tha shtinë në gjep, qitë bume, tha dhe me. Tha më cilje më të avyt nga atë. Tha të veç ja bënë qështu, tha dhe gjullau. Edhe unë e të dollë gjithë për asë shku me plokën Skënderaj, qështu tha do të me shku, tha filan venë. Tha shpër shkyjna. Plokë tha unë nuk gudzaj, tha me shkue. Tha shmë shkështi shkajon. E marë qiken e kum pas 11 vjeç, hate ka emnin. Ka hjekë dhe aja mas me e bëndë. E mërra shkëva, kur shkëva atje, hina mrena, kalzun ku me hi. Hina qiken e mërra nga vete, tha hajde, tha qkruje historin, tha tina krejt për djoll. Tha qështu koj veshon, qështu kësu, qështu krejt, 2 flet, 2 onë fletët e musha, aj që kryke ma qinën e falsha. Haj tha rretha 2 orë, si me thonë Balkan që të. Tha mas 2 orë dhe ki me orë me i thonë që atë e fjallë. Me këshyr ape thut njejtën? Për, tha shë ju një herë, tha shë po 300 herë,
Thash që të fjali kije. Edhe e murë, nete e qkrujti atëfar letre. Edhe e murë rështinin gjep. Qikas ja kapi faqen që së qika e fshiti ftyrën, tha qëre. Piman kje tha veten. Baja gje nuk për në dënë. Edhe më shtenë në apet aty. Hajde tha thuj, kejtë atë fjallë, ju me ma dho letrën, po veç thash që stot, jo thash një herë, po 300 herë. Apet, trek, as të i fjallë, thash tek një fjallë, thash kum harru, thash me kalzu, thash ma qkrushe dhe që ato, thash mirë. Tha, tha, edhe atë fjallë, thash, po tash më ka dollë pej qore. Pas nga thonë në gjyren e kanë tesat që të në gjyre. Edhe atë fjallë va qkrejten. Edhe ka u ktheva, e ka pas emrin nga ne, aj avokati që konë qatë komune që atje. Avokato konë. Edhe shkaj i thëmë nga ne, u koj prekozit. Shëk e ka pas vlovi jem, u dekra me shpirë si pas të vaj, me jem as lufte. Tha, gane, tha shkrejt tëken hisën e qati djallit e shes, tha shveq me gjetë. Tha e mo parasysh, ashtë i dekt, ashtë i gjallë, a qka ashtë, veç me a gjetë trupin e tina. Thet me emër drëtit, thet, ka me të kalzue. Edhe qëtaj, thet, a për rrëthet të bati Dibran, se boba jam Dibran e ka post emnin, se këjshi i këna post. Thash për thonë të përri, thash e ne ta kështu e të peshpije. Se në 3 vite kam apsidin. Edhe për bujat natë aty, kur ert nesët, tha djallin, tha dek të ki, tha i gjallët nuk ka, tha e ku an, tha nuk di. Tha nuk për dina s'ka ku. Se u shtrije kanë sti. Se tha në katun t'juvin. Për të katun i tha nuk e kanë qitë. Hajt, mas dhe dite, lëpanej, s'ka. Kër djali madh i thëjnë dëthmi qaban me gjën, se dvallohetët, për në mërmenja që të nërëvat të qekes, e kanë gju një gjenosë, se veç mu jetë e apongave, veç për dëken. Se të mi qflu, se këna qflu, se mos është për djallë temin. Edhe në nuk këmë bo dy tjetër e niva djallin. Kur tha, edhe për ju ka zë këtyn e tjerve, i këmë rëgë dy qebe, në dërë edhe para tina. A i të mnjek, une kur shkum atje, ata e këshën pas qflue. Tha shpër i Sofi në une është, se qysh u dolla dit për shpirë që po, pse tesha nuk ju përlëq nejti më të gati, nën muj dit, as tesha pa lo nuk kësh bondë dhe i. Jash na flëk që këshën pas rritë dhe u kënë, ade? I kështë pas dollë. Edhe e mërëm, e prënëm, me knot në imë konë kërë këmë gjetë, se kërë më ka le. Pse, ajo dhe ka shku mos ki qa. Baletim ke thonë që ku na vrajke dikush, nave që frymëzojshim hala ma shumë, me marrë forcën edhe me luftu edhe për qatë person që ra, në këtë rast bashkë luftetarët edhe familjarët. Po, e vërtet është, kur na vrajken, s'po kur na plagojkin një bashkë luftetar, ata e marrshin për shembull 2 vjet, 3 vjet, e largojshin pak për asoj luftim që ka, e largojshëm pak, ma nejnë edhe nakë, nejnë e marshëm vullnetin, e marshëm
Do më thonë, një forcë që të nxirrëm hakun e tina që na plagu një bashkëtetari joni. Kështu që na gjithmonë e kena marrë forcën edhe të atij bashkëtetari që ka pas atë forcë, e kemi marrë për t'i dalën, për të nxirrën hakun e atij personi që na ka vrarë për shembull gjatë kohës së luftës. Ne i na kanë gjithë, nuk e di, një farë vullneti, një farë krenaria u konën, kur na vroi këtë dikush, na sikur na kulçetër. Kështu shumë me shku me hin goja ato edhe me çdo karmikun se pse na e vrojti, se na shqip na përgjithësi na njerëzit luftës që ai na shqiptarët, bashkëtetarët tonë kanë pas një noti. Që kur na ka vrarë një bashkëtetar, i na kanë gjendje me shku me hin goj shkavit edhe me eksplodu shkavin edhe me thonë që na jem shqiptarë që i mbrojmë tokat tona, i mbrojmë vendin tonë. Sikur na sufi se na shta harrova me tek për vllahun na sufi një moment që ka qenë i kena thonë cereponet në Skënderaj, u shku hi mëna edhe u ngjit nëpër ata hekat që ka mëna edhe ka vëzhgu shkiet pe cereponet, kur e kanë hetue, e kanë gju pe e tijet me zolla, me tëpë, me që kanë gju. Edhe thanë, na vaj, veç e myti ato. Aj, të ka dal, veç kur dul. Pa ke pështu për pu, arni, se të valloj ja 4-5 si ku më shduk. Po qysh brej ke shduk, se ka pas një metrelez e ka pas me kam, po i ka pas o këfirat, metrelez Jugoslavë, i ka pas o këfirën e automatit. Edhe, tanë që qashtu, tanë që me qatë metrelez, tha veç ja kom qitë i kanë pas atë cerepon, aja qynga i theshën me cerepon i ka pas do bira, se ata veç i kanë pas maru për më na përcjell neve. Edhe pe që atu i tha, i kom gju, tha, jam e bindun 100% që 4 ose 5 i kom vraqë aty. Mirë po tash, na s'kena pas forcë, më shku me i këqyrë, aja kon 4, 3, 5, a veç jenë të largua. Mirë po si pas ti, si ka thonë 4 ose 5, i kom rëzue, mirë po, jeta o qështu. Bale, qa ka dallu ushtrinë çlirimtare të Kosovës prej ushtrive tjera, në këtë rast prej ushtrisë serbe? Ushtria çlirimtare e Kosovës e ka pas një dallim të madh. Pse? Tash shtrohet pyetja, çfarë dallimi? Sepse ushtria çlirimtare e Kosovës u kon ushtri e çlirimit të trujeve shqiptare. Nuk u kon ushtri ozupatore. Si shembull, më shku në Serbi me luftuan, me thonë Serbisë, ama Kraleven, ama Nishin, ama çapadione ato vendet e tyre atje. Ato janë vende shqiptare, po që në këtë rast janë, po. Po, ato i kanë marrë, që i kanë marrë, po i vje koha dha tyne që do të kthehen prapë, se toka që nuk është e vetja, aja tokë vetiu e largon zullumçarin. Kështu që na ushtria çlirimtare e Kosovës jena kon ushtri çlirimtare, nuk jena kon ushtri barbare. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka luftu për vendin e vet. A ushtria serboslave ka ardhur për të uzupu tokat shqiptare, qysh i ka uzupu para 100 vjetë. Mirë po kësi hov, fol bashkësisë ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, neve që na ka dalur në ndihmë dhe po na ndel edhe sot ndihmë, sepse kemi çlirimtarët atje në Hag, janë duke u gjykuar për një padrejtësi shumë të madhe, po fol Zotit një dhe Amerikës 2, do të na kthehen çlirimtarët sikur na kur u çliru Kosova, çashtu kanë na u kthyer ata çlirimtarët. Zoti president Hashim Thaçi, ish kryetari i Kuvendit Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Kadri Veseli edhe shumë tjerë, unë i çmoj shumë ata se kanë bën për Kosovën shumë, Kështu që inshallah sa më shpejt edhe pa shibe ka më dal e drejta edhe lufta e OÇK-s ka më kon e postër sikur na luti në sy që është. Bale, ti i ki 2 dëshmorë, domethënë, i shpistane, i ki 2 vëllezërit e tu, Nasof edhe Isof Goxhuli. Po. A mendon që na sot ja dim vlerën edhe ja dim hakun sa duhet lirisë edhe krejt atyre që kanë dhënë jetën për këtë liri që na e gëzojnë sot?
Po fal gjakut të dëshmorëve, martirëve, fëmijëve, pleqve, grave, fal gjakut të atyre që kanë derdhë për liri sa jem ku jem. Mirë po na si popull, a jem ka edhim vlerën, jem ka edhim deri dikun, jo plotësisht. Sepse na si popull muj me bon shumë ma shumë për pjesëtarë të ushtrisë lirëtare të Kosovës, për veteran, invalid dhe familje dëshmorëve. E në veçanti për dëshmorët e Kosovës që ka dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Muj me bon për familjet e tyre ma shumë, mirë është dhe dikun, po muj edhe hënez ma shumë. Shteti do të më pas në për kujdesje, edhe këtu familje edhe ma shumë. Edhe ma shumë do të më pas në për kujdesje. Mirë po, shteti do më thonë në atë kuptimin është ka i afron, po jo sa duhet. Duhet me afru ma shumë. Në kushtin thonë vetëm ti dhonsh disa lek, pare, ose po mujur, ose penzion, ose që të qujmë ato ndim. Duhet të shkon të viziton një familje dëshmorit për institucione të Kosovës, për shtetit Kosovës, sepse ma shumë një babë, një non e një dëshmorit është i gëzun kur shkon një personalitet i Republikës të Kosovës, pavarësisht ai komunës apo i shtetit qendror, e një frymëzim, e një që edhe shteti po kujdeset për mua që kom dhonur një djalë, ose e kom dhonur një babë, ose e kom dhonur një vajzë, ose e kom dhonur se dikush ashtu, dikush ashtu kanë dhonur. Pale. Kështu që duhet ma. E kam edhe një pyetje të fundit. Çka është liria për ty? A ke menduar që ka marrë kjo ditë edhe çfarë është liria për ne ushtarët të ushtrisë qlerimtare të Kosovës? Thotë drejtën për liri, në atë kohë se kemi menu heq, asë ne kemi ditë që o liria, se në për liri kemi liftuar në atë aspektin, mirë po se kemi ditën që do të vjen një ditë edhe do të jemi të lirë. Mirë po liria për mujkit e gjitha, edhe liria do të thonë sa që e gëzojnë rinia jonë. Kur e shoh rinin tonë më duket që këtë dyja janë është e jamja. Pse? E kom pasën që shmë thonë tash një fat, se pak edhe me fat shkujnë desene. Kom pasën një fat të shërbej atë dheu tem, që sot djemët, vojzat, fëmija tonë të janë të lirë, të gëzojnë këtë liri, të morën frymë shqip, të morën këtë oksigenin shqip, të flasin shqip, mos flasin në gjuhën të huaj, si shkemi ditën na, që gjenerata jam, me morën edhe gjuhë të huja me full. Me zër. Nuk të ka shti kështu në atë koptimin me zër, me të reje me po të ka shti me zër, me të programe, me desene, me televizione, me krejti ka posë serbisht, që veç gati janë nesë me full serbisht. Kështu që falë ushtrisë Lirëtare të Kosovës, da se jena ku jena, edhe e gëzojmë lirinë tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit ty, gjithë dëshmorëve që kanë dhënë jetën për këtë vend, gjithë nanave dhe babave që janë kopërkroja më e madhe, edhe faleminderit që keni mbrojtë këtë vend. Shumë faleminderit edhe juve për intervistën, edhe lavdi gjithë dëshmorëve të kombit tonë, lavdi për jetë e mëtë, lavdi edhe nanave të dëshmorëve që janë sot gjallë, lavdi për zgjalli se kanë dhënë djemt bitet më të mirët ku janë për Kosovën e lirë sot që e gëzojmë në lirinë. Mrena, më thanë thmija, jenë hi dhe gjonë Kallamëq. O konë në orë 1 hektere 30 ore, Kallamëq i mjedhën. Edhe kur im shku aty, kum gjetë Kallamëq, i kum trem gjonë. E kum morë, jem gërbovë, qështë, e s'ka e shamis, që bjenë. Edhe më kanë gjuhe penatonit, a pen kitonit, nuk e dive që shtu më ka orë të ljumi, para konde. Edhe kisha mirë që hupi kur e kam kujtim, dhe. Prej asoj dite. Prej asoj dite, që. Që, këto hi, plumi këto ka përzit. A jetut në i herë? Kur, nuk kum di qka o tuta, a qka o plumi. Në të shilë. Kur na kanë dhënë të shkijet, këtë ka dosh një pruqi aty edhe me bager, nuk këshin mujt me në ndhirë, se jo, ma se,
I morra i kum thy gardhen, i kum dhirë dy hoj, edhe kum rëzue, edhe ja kum qelu udhen. Po doj, ka 2-3 veta, në gjesi këm, veç krejt të na katunët për rreth. Edhe na dolë për qati gardhe, më ka dërzue shkavi shkinës. Edhe unë e para. Veç që i dur për pjetë, që ku jam. E ku e gjishe këtë forcë, nona? Ku e gjishe forcën? Ta Allahi më një mëjke. Kur e na shkue nërmje bryje të gjamija bryjës, na të farë, se na dolë pej këpiliqi, e na hi për bryja nejtani, na kanë zonë edhe aty shkijet. Plokut i tha, pse që këm pushk, tha të vrat, tha pyë. Tha ti me pas pushk, kam bret ti mu, tha me pas pushk, tha nuk isha gatet me juve. Faleminderit shumë, non, faleminderit.